Jemi në Vardardh, në njësinë administrative Sukth, ku aktualisht ka filluar plani i evakuimit. Të gjithë ekipet e emergjencave civile, forcave të armatosura janë në terren për të evakuuar banorët të cilët janë prekur në fakt nga përmbytja. Parashikohen diku tek 500 qytetarë të cilët do të dislokohen aktualisht me mjetet e forcave të armatosura. Situata në paraqitet e vështirë, aktualisht janë të dislokuara mbi 6 mjetet forcave të armatosura, 200 punonjës në terren në zonën e Vardardhës dhe po punojmë që të mos kemi asnjë incident në këto momente. Edhe një thirrje për të gjithë qytetarët të presin në banesat e tyre, të mos bëjnë lëvizje të pakontrolluara, të mos dalin dhe ta lënë banesën vetë, në çdo derë do të trokasin stafet e emergjencave civile dhe të forcave të armatosura, të cilët do t'i udhëzojnë dhe do t'i transportojnë në zonat e sigurta. Ju lutem, është shumë e rëndësishme në këto momente të ruajmë qetësinë.